Nëse merr Burgergeld në Gjermani, ndalo për një moment sepse nga korriku 2026 mund të ndryshojë diçka që të prek direkt në xhep dhe shumë njerëz ende nuk e dinë. Jobcenter nuk do të paguajë më automatikisht gjithë qiran si më parë, por do të përdor një kufi të ri që quhet 1.5 herë norma e lejuar e qiras në qytetin tënd. Kjo do të thotë që nëse qyteti yt ka një limit, për shembull 700 euro për qira dhe ngrohje, atëherë Jobcenter mund të mbulojë maksimumi rreth 1050 euro. Deri këtu je në rregull, por problemi fillon kur qiraja jote është më e lartë. Për shembull, nëse paguan 900 euro ose 1000 euro, prap mund të jesh i mbuluar. Por nëse paguan 1300 euro, atëherë diferenca mund të mos mbulohet më dhe mund të duhet të paguash rreth 200 deri 300 euro çdo muaj vet nga xhepi yt. Dhe kjo është ajo që po shqetëson shumë familje, sepse shumë njerëz nuk po e kontrollojnë fare se sa është limiti real në qytetin e tyre, dhe mund të marrin një letër ku kërkohet të ndryshojnë banesë ose të paguajnë diferencën vet. Prandaj pyetja e rëndësishme është shumë e thjeshtë: apo të mbulon Jobcenter qiranën 100%, apo jo? Shkruaj poshtë qytetin tënd dhe sa qira paguan dhe unë të tregoj nëse e brenda limitit, apo nëse mund të paguash një pjesë vet pa e ditur fare.